midis fëmijës dhe kujdestarit kryesor, zakonisht prindit. Kjo lidhje është thelbësore për zhvillimin emocional, social dhe psikologjik të fëmijës. Koncepti i atashimit u zhvillua fillimisht nga psikologu britanik John Bowlby, i cili theksoi se fëmia ka një nevojë biologjike për të krijuar një lidhje të sigurt me figurën kujdestare. Më vonë, psikologjia Mary Ainsworth e zgjeroi këtë teori përmes studimeve empirike, duke identifikuar stile të ndryshme atashimi. Llojet kryesore të atashimit. Atashimi i sigurt, fëmia ndihet i mbrojtur dhe i sigurt, kërkon mbështetje kur ka nevojë dhe eksploron ambientin me besim. Atashimi i pasigurt, anktioz, fëmia shfaq ankth të lartë dhe frikë nga braktisja. Atashimi i pasigurt, shmangës, fëmia shmang afërsinë emocionale dhe duket i pavarur në mënyrë të tepruar. Atashimi i çorganizuar, sjellje kontradiktore dhe konfuzion ndaj figurës kujdestare. Nga pikpamja psikologjike, cilësia e atashimit në fëmijëri ndikon në mënyrën se si individi ndërton marrëdhënie në moshë madhore, si menaxhon emocionet dhe si e percepton veten dhe të tjerët. Një atashim i sigurt lidhet me vetvlerësim më të lartë, stabilitet emocional dhe aftësi më të mira sociale.